Arthur Schopenhauer u lind më 1788 dhe ishte një filozof që dallonte nga bashkëkohësit e tij. Që në moshën 25 vjeçare, ai arriti të merrte doktoraturën, duke treguar një brilancë që premtonte shumë në botën e filozofisë. Megjithatë, pas këtij shkëlqimi intelektual, shihej një shpirt i trazuar nga hijet e së kaluarës. Humbja e të atit dhe vështirësitë e mëvonshme me të cilat u përball familja e tij ngulitën në të një pesimizëm të thellë, i cili do të bëhej tipari kryesor i botkuptimit të tij filozofik. Filozofia e Schopenhauerit ishte e ndikuar fuqimisht nga besimi i tij se ekzistenca njerëzore ishte e mbushur me kotësi dhe vuajtje. Ai e konsideronte jetën si një përpjekje të pafundme, një ndjekje të dëshirave që në fund sjellin vetëm dhimbje. Ky këndvështrim i errët ushtri edhe në perceptimin e tij për gratë, të cilat ai shihte me një përbuzje po aq të thellë sa edhe të diskutueshme. Në sytë e Schopenhauerit, gratë ishin mishërimi i mashtrimit dhe ligësisë. Ai i konsideronte ato qenie të udhëhequra nga instinktet të ulta shtazarake, funksioni kryesor i të cilave ishte të joshin burrat përmes seksualitetit të tyre. Për të, gratë ishin një burim i përhershëm iluzioni, sirena joshse që i largonin burrat nga rruga e arsyes dhe virtytit. Schopenhauer nuk përdori fjalë të buta kur kritikonte gratë. Ai i konsideronte ato si thelbësisht inferiore ndaj burrave, si në aspektin intelektual ashtu edhe në atë moral. Në esenë e tij mbi gratë, ai i përshkruan si fëminore, të papërgjegjshme dhe me një horizont të ngushtë, të paafta për të menduar në mënyrë abstrakte ose të thelluar. Sipas tij, natyra e grave i bënte ato të pandershme, duke përdorur dinakërinë për të manipuluar burrat dhe për të kënaqur dëshirat e tyre egoiste. Kjo qasje e ashpër nuk ishte thjesht teorike për Schopenhauerin, ajo përshkonte edhe marrëdhëniet e tij personale. Gjatë gjithë jetës së tij, ai mbeti beqar dhe e shmangu dashurinë, të cilën e shihte si një burim fatkeqësie dhe shpërqendrimi. Marrëdhëniet e tij me gratë karakterizoheshin nga dyshimi dhe përbuzja, duke reflektuar bindjen e tij se ato nuk ishin të afta për besnikëri të sinqertë apo për një shoqëri intelektuale. Për të mbështetur qëndrimin e Schopenhauerit mund të theksohen normat shoqërore dhe rolet gjinore të kohës së tij, të cilat shpesh i vendosnin gratë në pozita të nënshtruara dhe kufizonin mundësitë e tyre për arsimim dhe zhvillim intelektual. Duke jetuar në një periudhë të tillë, Schopenhauer mund t'i ketë parë këto role si dëshmi të dallimeve të lindura mes gjinive, dhe jo si produkte të konstruksioneve shoqërore. Për më tepër, korniza filozofike e Schopenhauerit, e cila theksonte natyrën iracionale dhe shkatëruese të dëshirës, natyrshëm u zgjerua edhe në qëndrimet e tij ndaj grave. Ai e konsideronte tërheqjen seksuale si një forcë të fuqishme, por në fund të fundit të dëmshme, që i shtynte burrat të vepronin kundër interesave të tyre. Gratë, si objekti kësaj tërheqjeje, në sytë e tij u bën shkaku i shumë vuajtjeve në botë. Përbuzja e Schopenhauerit ndaj grave mund të shihet gjithashtu si një shprehje e urrëties së tij më të gjerë ndaj njerëzimit. Ai kishte një pikpamje të errët për natyrën njerëzore, duke besuar se jeta ishte e mbushur me vuajtje të pafundme dhe konflikte. Në këtë kontekst, mendimet e tij negative për gratë përputheshin me pesimizmin e tij të përgjithshëm dhe me bindjen e tij për prishjen e natyrshme të qenies njerëzore. Qëndrimi i Arthur Schopenhauerit ndaj grave ishte padyshim i ashpër dhe kritik. Perceptimi i tij për to si burim mashtrimi dhe ligësie, të udhëhequra nga instinkte të ulta, pasqyronte besimet e tij më të gjera filozofike mbi natyrën e dëshirës dhe vuajtjes. Edhe pse qëndrimet e tij sot mund të duken ekstreme dhe të padrejta, ato ishin thellësisht të rrënjosura në përvojat e tij personale dhe në kontekstin shoqëror të kohës së tij. Jeta e Schopenhauerit, e karakterizuar nga tragjedia dhe brilanca intelektuale, në fund prodhoi një filozofi që ende nxit reflektim dhe debat.